Vetëm që aty... Ndeshta edhe një pyetje mas saj, po pare. Po bëhe, mo. S'pëm kujtohet. A e se t'vje më mrapa, po. Për çka kem të fol? Po. Domethënë, të pyeta tash domethënë dallimin me Nikoj e kanë kundër Rogertit, tash je me Rogertin. Qysh është që të pjesë që je kthy Nikoj e ki luftu, tash je në front bashkë me to. Po se e di pse, sepse dinamikat në këtë shtëpi janë gjithmonë kështu. Shumë banor në këtë shtëpi janë futur me një drejtim dhe kanë përfunduar diku tjetër dhe janë rikthyer prapë. Sepse është dinamika e ti do rrotullohesh këtu, brenda për brenda shtëpisë, nuk ke ku shkon, e kupton se këto janë banorët. Këto janë histori, po tash po flasin general, a ke parasysh? Po. Dhe duke qenë se ti sa do përpiqesh të mbash një pozicion, dhe vetë dinamika të sjell në tilla situata që ti do bësh pra aleat ose front me dikë, pastaj do ikësh nga ky dikë do shkosh. E vetmja aleancë ime e fortë për një kohë shumë të gjatë ka qenë vetëm me Selinin. Po, a e ke menduar që potencialisht mundet që kjo afrimiteti jot me Rogertin me të ul si lojtar? Jo. Apo me të ngrit, se ta tham dy kështu. Domethënë, unë e kam bërë se më ngren, nuk e kam bërë se mul, se po ta bëj ose mul, më mi dil vetë. Po, çysh e ke menduar po menoj? Unë e kam menduar që më ngren dhe apo e ke menduar ndoshta me afrimitetin tën ndaj ti mundesh me dobësu edhe ato? Se ka apshtim, janë dy peshore. Ato janë peshore. Nëse duhet ngrihem, nëse ngrihem unë, normalisht dikush do ulet. Se është peshore. Unë e kam menduar se ngrihem. Unë mendoj që je ul. Okej, jo, në rregull. Unë mendoj se ngrihem. Tani. Jo, ti merre çush dush. Jo, në rregull. Jo, nuk ta kundërshtoj unë, është opinionin jote, s'është problem. Unë mendoj se ngrihem. Tani, që mendoj se ngrihem, mendoja faktikisht që ngrihem. E kam konfirmuar në i farë mase, në i farë kuptimi edhe kur u zëha lider nga publiku. Se është një aprovim, sepse sinjalet që ne marrim janë sinjale nga publiku, nuk janë sinjale nga këtu brënda. Këtu brënda ne sinjalet i marrim si që duham ne, kurse ato janë sakta. E kupton? Tashi, një sinjal unë e mora nga publiku që në të gjithë të gjënë që kemi bërë gjithë bashkë, e kupton? Jemi aty. E more sinjalin që jemi aty. Që jemi aty dhe kur publiku thot lider filani, është një sinjal, me thonë të drejtën që unë po është sinjal. E kam si gur që i them vetes time mirë ke bërë deri tani. Gjithmonë është mirë ke bërë deri tani, se s'di se shko. Kështu që duke qenë se e kam marrë dhe një sinjal nga publiku që thot lider në momentin ti më të vështirë të gjithë prajmeve që kam kaluar, disa nga prajmet se kam kaluar shumë prajmet të vështira. Dhe prajmet e vështira që kam kalu, i kam konfirmu me mesazh nga publiku. Pra kam dalë 2 herë i preferum, dhe kur kam dalë 2 herë i preferum, njëri nga ato ka qenë në një moment të vështirë timin, në fillimet tona. I dyti ka qenë ku kam qenë mirë, se kam ndjerë dhe pozicionin shpijë, por se ndjerë robi. Dhe këtë tjetrën e mora si mesazh që me këtë lojën që po bën, e kupton? Dhe me pozicionin se ku je, ti je i mbështetur nga publiku. Në këtë martë, në këtë prime, edhe në këtë situatë ku je ti, kush të bën favor me dal jashtë? Gimbo apo Brikena? Personalisht, për lojën time. Po, për lojën tënde. Shiko, unë kam menduar gjithmonë që kur i nxora në nominim për të luajtur një kartë shumë të fortë si lojtar. Po. Dhe këti e ke konfirmu këtë. Po, është lëvizje lojtare kjo. Dhe ata të 4 që unë fut atje janë 4 element për lojën në vazhdim që do e kondiciononin edhe lojën time. Që do me thënë, nëse i ikën Brikena për shumë, mua më ikën një lojtar që e kam konsideruar. Nëse ikte Mateo, pa tjetër që ishte një lojtar që do më hapte një shteg, një rrugë, se kështu është tani. Nëse ikte Selin, pa tjetër, sepse personazh shumë i fort, unë e di se si ka shkuar situata, të që mos bëjmë hipokrit të kjo pjesë. Dhe Gimbo gjithashtu, një lojtar i cili, se po i themi gjithë lojtar, një lojtar i cili ka ndikuar shumë tek loja dhe dinamikat
e situatave që unë kam pasur në shtëpi personale. Kështu që kushdo që ti iki nga këta të dy, e kupton? Hapet një horizont i ri dhe një dinamike re për të luftuar. Në cilën anë ki ma shumë dinamika që të hapen? Në favor, flasim më? Konceptoj e ti. Se jo, po mund t'i dhe disfavor. Në favor. Unë, kur më është bërë kjo pyetja, gjithmonë kam një përgjigje që ata janë në një raport 50 me 50.